Kënaqësit ju kemi këtu. Më thanë shumë që janë nga Tetova, nga Shkupi, nga Shqipëria, nga gjitha troje shqiptare. Kemi shqiptarë dhe me të vërtet veç kjo na bën shumë të lumtur. E lëre më të fitojmë sonte ndaj Turqisë. Ju keni qenë zë i ndaluar për ata të tjerët. Juve nuk ju duan. Kur ju shohin juve ju marrin si shumë patriot. Por ju me futbollin kanë ditur të bashkoni gjithë shqiptarin gjithandej. Lutem, sa i bashkon shqiptarët kjo ndeshje sonte? Veç e thash që përderisa kemi shqiptar nga gjitha trojet, jam shumë i lumtur për këtë dhe tregon vetë se politika nuk po arrin të na bashkoj, futbolli po. Kështu që shpresojmë që të kualifikohemi në kampionatin botror dhe para mendoj se si do të jetë Amerika, Kanadaja me shqiptar në gjithandej. Është një moment historik për sonte që çdo shqiptar e ndjen. Ne kemi lutur që të jetë kombëtarja e Shqipërisë, por me kombëtaren e Kosovës do i kemi të njëjtat ndjenja. Besoj që për një pjesë të madhe të shqiptarëve do të ishte ndryshe të ishte Shqipëria. Ne do të ishim shumë të lumtur të ishim të dyja, por ta shfati deshit që vetëm Kosova të mbetet në lojë. Dhe besoj që të gjithë ata të cilët ja duan të mirën shqiptarëve duhet t'i gëzohen edhe kualifikimit të Kosovës. Shumë faleminderit për këtë deklaratë nga ana jote sepse je zëri kryesor i sportit në vend, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Tiranë edhe në Tetovë. Kështu që nga Prishtina unë them Bashkimi i Trojave Shqiptare është ose nis nga këtu më mirë thënë, sepse botëm i pritur nga Tirana. Herët avon do të ndodhë. Kështu që bota Shqipëria e forca Kosova. Shumë faleminderit për sonte, shumë faleminderit.